Ai ka mund ta bëjë atë përkrahjen, të organizonte konferencë për shtyp dhe ta thoshte atë çfarë kishte për ta thënë, jo në mënyrën e cila do t'i bën të ndihen keq jo vetëm bashkëshortin e presidentes, familjarët e saj, po dhe qytetarët e Kosovës, të cilin atë shohin si një poshtrim që i bën kryeministri Rama. Zoti Spaju, vlerësim e shpreu për zonjën Osmani? Pa e shprehi vlerësim, por mënyra se si shprehi vlerësimi, domethënë ka një protokoll, ka një sjellje të caktuar, civilizuese dhe jo një sjellje të tillë që në mes të konferencës shkon përqafon gruan e huaj edhe i thot komplimente se edhe vlerësimin. Ai mund ta bënte po të njëjtin vlerësim, por ta bënte në një mënyrë të hijshme, në mënyrë protokollare, gjë që do ta nderonte atë dhe jo ta thot një vlerësim në të njëjtën kohë ta poshtroj një personalitet të një presidentet një shteti. E qartë, për ju e keni parë si një poshtrim? Po patjetër që ishte një poshtrim. Po unë si qytetar, i cili nuk kam një konsiderat edhe aq të madhe për presidenten e Kosovës, edhe për angazhimin e saj, nuk kam të një simpatit të veçantë në këtë drejtim, por gjithsesi e pranoj që është presidente e shtetit tim, jemi poshtruar nga ky veprim i Edi Ramës. Çfarë mund të bënte presidentja në atë rast, nuk e di. Domethënë, ajo sol ndoshta në mënyrën më të mirë të mundshme. Presidentja duket se e ka pranuar këtë vlerësim, të paktën po çfarë bënte ajo? Cillonte ta grushtonte kryeministrin? Çfarë sjellje, çfarë do të kishit bërë ju po të ishit në vendin e saj? Do të ishit sjellur njësoj si ajo që u soll. Por nuk është, domethënë që kjo është një situatë e këndshme në ato momente. E qartë. Mirë, zoti Spahiu, mendoni se ky është vendim pra më shumë rezultati përmirësimit të situatës në veri të Kosovës, apo është interesave më të gjera gjeopolitike të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor? Jo, arsyet për cilët janë vendosur këto sanksione nuk ekzistojnë. Domethënë, thjesht gjendja në veri të Kosovës është e qetësuar, aty ka tashmë një pushtet legal, legjitim, strukturat të dhunshme paralele janë larguar, kështu që nuk ka pasur asnjë arsye më që të masat të ekzistojnë dhe prandaj edhe janë larguar. Ndërkaq, çfarë ndikimi praktik gjykoni se do të ketë zhbllokimi i fondeve europiane për Kosovën, veçanërisht duke patur parasysh humbjet prej mbi 600 milion eurosh? Po, thjesht ato janë një impuls për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Kryesisht me sa kuptoj, këto projekte kanë qenë për shtirjen e rrjetëve të ujësjellësit, renovimin e rrjetëve të ujësjellësve në për rajonet të ndryshme të Kosovës, trajtimit e mbeturinave dhe gjërat të cilat për cilat Kosova ka së tepërmi nevojë. Dhe unë shpresoj që këto të vijen në funksion sa më parë dhe të realizohen këto projekte të ngelura përgjithshme. Çfarë ose më saktë si duhet të veprojë Kosova tani për të shmangur masa të ngjashme në të ardhmen? A duhet të jetë veriu, duhet të jetë veriu fokusi, paktën ka qenë në këto 4 vite të qeverisë së Albin Kurtit. Duhet të mbetet i tillë edhe në vitet e ardhshme? Veriu tashmë është nën kontrollin e shtetit të Kosovës, qeverisë, po ndaj institucioneve të Kosovës dhe ai më mund të kthehet sërish në kontrollin serb vetëm nëse në Prishtinë vjen një qeveri pro-serbe, një qeveri pro-Beogradit, ose një qeveri e cila nuk është të vetëdijshme për atë se çfarë rëndësie ka veriu i Kosovës për vetë Kosovën. Çfarë duhet bëjnë në të ardhmen që të mos ndodhin gjërat e tilla? Mendoj që Kosova duhet ta zhvillojë diplomacinë më shumë kundër vijet propagandës serbe që të jetë më aktive për të
sqaruar në mënyrën e duhur veprimet e saj, sepse çfarë ka ndodhur, pse në fakt janë bërë këto masa? Këto masa janë bërë për shkakun që jo pse këto veprime kanë qenë të padrejta, dhe në fund do dëshmuar që kanë qenë të drejta dhe dobi prurse për paqen dhe sigurinë e rajon nga ana e qeverisë Kosovës, por që kjo as presidentja, as kryeministri dhe as diplomacia kosovare nuk arritën që këto ti arsytojnë para faktorëve ndërkombëtar, as para amerikanëve, as para evropianëve, ato nuk ishin gjendje të as para qeverisë së Shqipërisë, se ishin veprime të duhura, e lërë më dhe kësaj i përjetuan këto ndëshkime, këto masa ndëshkuese. Sigur të kishim një diplomaci më të zhvilluar, sigurisht që këto masa nuk do të vishin fare dhe Kosova do ta kryente punën e vet siç e ka kryer.